si është historia. Tash për ti Nasa që pyetje shkon më mirë ma bo mus sot kësaj. Për ti shakave. Mirë në rregull, okej. Unë thjesht e pyeta këtu se isha këtu, a kupton? Amal, me thënë drejtën, me gjithë respektin, po erdha me nejtë vetëm me Gertën. Qoftë. Rafsh. Rri dhe pak. Jo, ti rri, po thjesht po të them që erdha Po, për me në avre Gertën. jam kërësit ashtë, po vazhdo. Kur kemi ardhur në shtëpi, ditën e parë fare, kam qenë unë që jam ula afër malit. Se nuk e njihja në mënyrë absolute fare. Shumë njerëz nuk njihja, po për malin kisha kuriozitet se kishte një dukje shumë veçantë. Edhe kam qenë e parë që kam pas kuriozitet për malin. Mbas këtyre ticmicave që nuk e di se si kam fillu, kam shku shumë herë, i kam thënë, kam bë kafen time, i kam thënë do kafe, ka pas një party këtu, i kam thënë a do të kërcejmë, edhe e kam parë që edhe këto gjestet nice, njerëzore, mi ka marrë kështu, ajo, qysh po vjen ajo me më thënë mua do kafe, qysh vjen ajo me më thënë mua do me kërcy me mu. Edhe unë kam kuptu, një ditë që patëm diskutim, thashë mali unë, vjen një moment që lojën e ndaj nga njerëzorja. Është një sojë tani, si kur ditët e para unë gatuja këtu për 20 vetë, edhe unë pse kisha zënë me malin, të thëja jo, s'ka buk për ty, kupton? Do me thënë, unë e kam tentuar dhe mali nuk i ka këto ndarjet, i ka... Tha këtu thash Big Brother, qa faj ka mu që këtu është Big Brother. Më ka thënë këtë arsye tim. Edhe në bas këti diskutimi shumë nice, më nice që kemi pas neve mes njëri tjetrit, ndodhi ajo të arena që